Janë duke marrë leksione për temen parandalimi dhe menaxhimi i konflikteve me pacient dhe kolegë, në një trajnim të përbashkët mes mjekëve dhe infermierëve nga Spitali Isa Greza në Gjakov. Besim Kodra nga shoqata të drejtave të pacientëve, njëherët udhëhec i trajnimit, tha se qëllimi është që të ketë komunikim me kolegët në shëndetësi e gjithsesi edhe në raport me pacientët. Qëllimi këtyre është me i parandalu ose nëse ndodhen me i menaxhu konfliktet, me me ndiku në komunikimin e stafit shëndetësor, edhe me ndiku në në krijimin e klimës pozitive për pacientët edhe për stafin shëndetësor. Sipas Kodrës, ka raste kur shqetësimet e pacientëve nuk merren parasysh dhe pastaj fillon dhe zhgënjimi dhe mosbesimi ndaj institucioneve shëndetësore private dhe publike. Kryesisht raportimet pakënaqësive të pacientëve ne kemi për gjitha institucionet e Republikës Kosovës, duke përfshirë edhe ato private, pa dallim rëndësie dhe niveli, edhe në vazhdimsi jemi me to marr, ankesat për ne vinë në mënyrë të vazhdueshme dhe ne i trajtojmë, por rruga në cilën shkon një ankesë dallon varësisht se çfarë po kërkohet në ankesë, kemi të bëjmë me vepra penale, kemi të bëjmë me shkelje disiplinore ose etike, këto përcaktohen në rrugë se ka me lëviz një ankesë në sistem. Me zgjidhjen e ankesave nuk jemi shumë të kënaqur, institucionet nuk janë shumë azhure në kthimin e përgjigjes, sidomos në kohë, dhe kjo shpeshherë i dekurajon pacientët për me u anku. Kodra përmendi dhe shqetësimin e tij për sulmet verbale ndaj mjekëve, të cilat janë bërë të shpeshta, e për të parandaluar këtë fenomen duhet komunikim më i mirë.